Një 53 vjeçar nga fshati Luz i vogël i Kavajës do të jetë sot në studion ton për të rrëfyer jetën dhe problemet që e shqetësojnë. Konflikti me bashkëshorten dhe 2 fëmijët e ka bërë që Rasim Lushi të braktiset nga këta të fundit dhe të jetojë i vetëm. Jeta e tij nuk është e lehtë, pasi pa drejtësitë, ai ka hasur brenda familjes dhe jo tek institucionet, siç ndodh rëndomt në shoqërinë tonë. Akuzat e bashkëshortes janë të rënda dhe sot ky 53 vjeçar po hetohet nga gjykata italiane. Habibja, nëna e 2 fëmijëve, ka ngritur padi kundrejt burrit të saj për përdhunim, ndërkohë që fëmijët nuk ja falin babait. Rasim Lusha, martuar para 25 vitesh me Habibe Qylafi, sollën në jetë 2 fëmijë. Për të pasur një jetë më të mirë, Rasim emigron herët drejt shtetit italian. Në vitin 2010 vendos të marrë dhe familjen, pa e menduar se kjo familje do të shpërbohej në tokën e huaj. Konflikti fillimisht nisi për vajzën e tyre, e cila u dashurua nëpërmjet rrjeteve sociale me një djalë nga Librazhdi. Babai nuk ishte dakord dhe nuk besonte në këtë lidhje, ndërsa nëna pranoi që vajza të niste bashkëtesën. Sherri degeneroi në ofendime dhe Habibja njofton policinë italiane. Skaluan shumë kohë dhe nëna e fëmijëve vjen në Shqipëri për të divorcuar me babain e 2 fëmijëve të saj. Familja u nda më dysh, nëna me fëmijët vazhduan jetën në Itali, ndërsa Rasimi qëndroi në Kavaj. Para disa kohësh, duke pasur dokumenta të rregullta italiane, ai niset drejt këtij vendi për të takuar fëmijët e tij. Aty ndalohet nga policia me akuzën e përdhunimit. Tashmë sipas tij, ish gruaja po akmerret duke shpifur akuza të rënda.